Faleminderit shumë, zonja Bano. Përshëndetje, zonja Gjafa, kënaqësi t'ju kemi sërish në Kosovë. Nuk arrit t'ju shikoja, kam mundësi të Mbase regjia do ta rregullojë edhe çështjen që ju po kërkoni, pra shumë shpejt mund edhe të na shehni. Por fillimisht ta hapim diskutimin jon. Po, në fakt do doja të nisja me Sarantën, që është autore e këtij hulumtimi që është transmetuar mbrëm në Kiks Kosova, pra një rast konkret, ku shihet një disbalancë i qartë në mes të të hyrave dhe planifikimit familjar. Ndonse burri në fjalë ka edhe probleme të tjera, sepse sipas tij, nga ato që kemi parë në pika të shkurta, shohim edhe nga ky citat, pra gruaja më ka ikë një burr tjetër, mila 5 fëmijë, thot burri i cili pra sot duhet kujdeset për fëmijët që ka pasur natyrisht nga martesa e tij me gruan. Po në fakt dje është transmetuar në emisionin Kiks Kosova një hulumtim i cili ka qenë me të vërtetë goxha i bujshëm nga nota e mbrëmshme e deri sot, me qënë se i kam lexuar edhe komentet dhe kam pa edhe shumë reagime të publikut, po du të nis me se si e kam nis si rast, si e kam kuptu që është një ngjarje e tillë. Në fakt, para pak kohësh kam shku në lagjën 28 në Fushë Kosovë me arsyetimin për të kuptuar se si qytetarët që i takojnë pakicave po arrin që të sigurojnë të hollat për të blerë libra, të cilat do të rimbursoj pastaj edhe qeveria e Kosovës. Pastaj aty më ka tregu në këtë rast ish-vjerri Rohan Rexhepi, sepse nusja e tij ka ikë nga shtëpia dhe i ka braktis 5 fëmijët. Në fakt, kam bisedu edhe me ish-burrin, që është këtu në fotografi, Gafor Rexhepi. Ai ka tregu një histori as pak të mirë, goxha të ndjeshme, me qënë se ka tregu se gruaja e tij, me cilën ka jetu për 11 vjet, i ka braktis 5 fëmijët dhe ka shku e është martu me një burr tjetër, i cili ton në Lipjan. Ai ka tregu se gruaja, në këtë rast Selvete Kadria, është duke i marrë shtesat e fëmijëve, të 5 fëmijëve dhe nuk po a kthen atyre. Se ka me burrin tjetër, pra? Jo, në fakt me babajnë e fëmijëve. Edhe këtu më pas lindi dhe një debat se kuj duhet i takojnë shtesat në rast ose ky është një divorc zyrtar, apo edhe mbasi ka qenë një kuror zyrtare, por bashkëtesa me ligjet tona njihet pak a shumë një gjë të tillë. Por ajo shkoi për jetë më të mirë, gruaja? Ashtu më tha. Pasi që unë nuk pata ndonjë numër ose diçka që arrita të kontaktoj fillimisht, po shkova direkt tek vendi ku jeton, tek vendi ku ka nis një jetë të re, pra me burrin tjetër në Dobraj të vogël të Lipjanit, aty ku është martuar me burrin aktual, të cilin e ka njoftuar përmes TikTokut, siç thot ajo, brenda një jave. Burri aktual nuk ka fëmijë, meqense planifikon që të bëjnë së bashku fëmijë të tjerë. E kam pyetur se arsyet pse i ka braktis fëmijët, sepse kjo ka preokupu më shumëti, ajo ka tregu sepse për 11 vjet martesë ka përjetu dhunë brutale nga ish-burrit dhe familja e ish-burrit, të cilët jetojnë në lagjën 28 në Fushë Kosovë. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse i ka braktis fëmijët, e kam pyetur. Pra ajo i ka nuk takohet, më nuk pranon të takohet me fëmijët e saj? Nuk dëshiron të kontaktoj. As nuk dëshiron? As nuk dëshiron të kontaktoj, e as nuk dëshiron të takohet me 5 fëmijët, më i madhe është 12 vjeçar dhe më i vogël 3. Sepse ajo dhunën e ka pësuar nga burri i saj, besoj, jo nga fëmijët e saj. Pse është kjo? Po e citoj, ajo më thotë se nuk dëshiron të kontaktoj me fëmijët e saj, sepse joshën me të. Prandaj dëshiron të shkëput të gjitha kontaktet me familjen e burrit, me cilin i ka 5 fëmijët në fjalë dhe të nis një jetë të re me cilin planifikoj të bëj fëmijë. Ne kthehemi ty Sara vetëm pas pak, mbase sepse burri do të gjente arsye për të rivën kontaktet me gruajën. Si të qoftë, një rast izoluar ky, sepse ne shohim që zakonisht burrat janë ata të cilët vazhdojnë një jetë tutje e ngjajshëm. Jam e sigurt që gruaja ka përjetuar mbase teksa deklaron. Besoj që është një arsye, por megjithatë janë organet e rendit. Sa ekziston ky balanci në mes të hyrave, planifikimit familjar, edhe në zona të përparuara, jo vetëm ato rurale? Ky rasti i mbrëmshëm edhe unë kam përcjell realisht dhe më ka prekur shumë. Ideja është ajo e cila kunona thotë që nuk dua t'i takoj fëmijët. Unë besoj që brenda saj fshihet diçka tjetër dhe nuk e besoj që kjo është realja e krejt asaj çka ajo thotë, sa i përket fenomenit të familjeve me shumë fëmijë, shpesh lidhet ngushtë me gjendjen ekonomike, kulturore, sociale, arsimore, gjithsesi, su mendoj që janë krejt këta faktorë që lidhen ndër vete.
Kur flasim për gjendjen dhe familjet e mëdha në kushte të vështira ekonomike, ata fëmijët në fa mënyre kanë po edhe si krah i fort në të ardhmen, ku ka menduar që ata me sigurinë në një të ardhme të afër do t'ju dalin zot, do t'ju ndihmojnë se realisht edhe në përfshatra i shumë e fëmijët në moshë shumë të vogël janë të angazhuar në punët e shtëpisë dhe punë të rënda si që janë ato në bujqësi, për shembull. Kjo është një rapi arsye. Kur flasim për faktorë kulturol, thash që ata e marrin si bekim realisht fëmijën, faktorët arsimor, mungesa e edukimit seksual, shëndetësor, mungesa e informacionit, planifikimit familjar, krejt këto janë që bëjnë edhe më të vështirë, të thotë në këto rajonet ketë. Unë përpara se të hyrim në studio, mora një shembull në fakt kur gruaja është e angazhuar, është pra në ndërtim të një karriere të saj, paka shumë nuk i lënë në dispozicion ko jeta që ajo të planifikoj më gjatë me fëmijë. Po nisim nga secili prej nesh, sepse po të planifikosh, të krijosh familje, të rritësh më shumë fëmijë, të bësh më shumë fëmijë, të duhet një koordinim edhe me punën që ke, dhe me karrierën, sepse dorën në zemër dhe vitet e karrierës janë të numruara, nuk është se e vërtet, nuk kemi luksin, do thotë atë që të madh që të presim, të planifikojmë një familje kur ne jemi gati të lëmë karrierën, e dim që sot tregu është shumë i vrasht dhe andaj edhe këto është një vështërsi shumë e madhe, pavarësisht edhe ne që unë i kam 2 fëmijët, shumë pak kam kohë me ta. E di që kam kohën kualitative, por realisht sot ata janë vetë në shtëpi ku unë jam në punë, me që është edhe ditë pushimi për ta. Andaj për ta gjetur një balans të tillë është shumë e vështirë, unë flas më shumë edhe për edukimin këtu, do doja më së shumti të jep theksin e veçantë kësaj teme,